Ditën e djeshme u luajt ndeshja Shqipëri-Serbi dhe ndeshja doli në barazim. Por më shumë se sa rezultatin, fakt përshtypje na bëri mënyra se si u bë organizimi i ndeshjes, ku angazhuan forca të shumta policie, nuk u lejuan që në stadium të futeshin po themi tifozët kuqezi, të cilët janë tifogrupi më i madh që e ka mbështetur kombëtarin në çdo ndeshje, dhe nuk u lejuan që të futeshin në stadium tifozët me bluza të ndryshme, siç ishin për shembull me bluza të UÇK-s. Nuk është rasti i fundit ky. Nuk është rasti i parë. Me këtë parti që qeveris sot Shqipërinë. Parti e krijuar në origjinë nga Dušan Mugosha dhe Miladin Popovići, dy serb antishqiptar të egër, të cilët mbështetën këtu llumin e djemve dhe grave edhe vajzave shqiptare që gjatë kohës luftës, llumin e tyre, jo ajkën, dhe krijuan Partinë Komuniste Shqiptare, pastaj Partia e Punës, pastaj Partia Socialiste, pastaj dhe kjo u ndam dysh me Partinë Demokratike dhe praktikisht ne na qeverisin agent, spiun, bastard, të ngritur dhe të fuqizuar dhe të mbështetur nga Beogradi. Prandaj nuk u lejuan djemt që kishin veshur bluzën e UÇK-s. Ata djemt ku ishin në Beograd apo në Tiranë. Derisa ishin në Tiranë janë vendin e tyre dhe do bëjnë çfarë të duan ata. Nuk as vran, as pren, as shan, as kritikuan, as bërtitën, as ulëritën. Thjesht veshën një bluzë që ja ka qefi atij ta vesh. Pse i lejojnë bluzat e tjera me stema të ndryshme, nga më të ndryshme, që nga LBGTQ-t, edhe me radhë deri tek satanistët, tek lloj plerash dhe kelpsirash që kanë nxjerrë shoqëria njerëzore, të tërë lejon, ndërsa këta që veshin bluzën me shkrimin, me shkrimin UÇK, këta nuk lejon. Këta nuk do lejohen në Beograd, jam dakord me ty, që në Beograd nuk i lejon, se në Beograd ishtë shtet, kryeqyteti i shtetit serb, është e drejtë e tyre të mbrojnë vendin e tyre, ideologjinë e tyre, teorinë e tyre, çfarë të duan. Po në Shqipëri të ndalosh mua aty të vesh një bluzë se ka mbi shkrimin UÇK, pra ti që nke kundër UÇK-s, pra ti që nke kundër Kosovës, pra ti që nke anti-shqiptar, anti-kombëtar, që vetë e bën veprime të tilla ndalon qytetarë shqiptar pse veshin një bluzë me stemën e UÇK-s. Nuk them për ty, zoti drejtori i përgjithshëm i policisë, se ti do zbatosh urdhrat. Që se je ushtarak, nuk je person politik, po unë kam me ministrin tënë që është person politik. Sa mirë u lejuan dhe marshuan këta LGBTQ-t, pjesa me madhe e tyre të importuar nga vendet e Europës dhe të mbështetur, të kryesuar, të drejtuar, të udhëhequr nga Gonzato dhe nga ministrja jon e shëndetësisë, zonja Albana Kociu, që parapriu protestën e atë marshimin e tyre. Dua të di ku t'i shërben ai marshim. Kush i ka ngacmuar ata në punën e tyre dhe në jetën e tyre dhe në drejtën e tyre? Kush u ka vajtur atyre në krevat? Kush u ka mbyllur derën të hyjnë e dalën në shtëpinë e tyre? Askush. Atëre, pse duhet bërë ai parakalim? Çfarë mesazhi japin këta LGBTQ-t tek qytetarët shqiptarë, tek rinia, tek fëmijët tanë? Cili është mesazhi që japin? Se që janë LGBTQ këta në rregull është punë e tyre. Brezat që vinë, ku do t'i gjejnë? Kush do t'i pjellë? Se këta nuk pjellën, këta nuk krijojnë familje. Sepse janë ca pjesë të trupit të njeriut që janë të mbuluara dhe nga natyra vetë. E ka krijuar në mënyrë tillë njeriu i madh i Zot që pjesët intime të jenë të mbuluara. Këta i nxjerrin jashtë. Përse i nxjerrin? Kujt ja reklamojnë? Pra vim tek pika nga komunizëm me pyetjen që më bëri zoti gazetar. Përse u ndaluan djemt
që kishin veshur bluzat me siglën UÇK. Pse nuk ndaloj në Beograd kur vete skuadra jon atë thirrjen nazi-fashiste Kosovo je Serbia? Pse atë nuk e ndalojnë që është hapur fare agresive dhe fashiste dhe ndalojnë një bluzë UÇK-je apo të veshur me flamurin kuqezi? Pra ne nuk na qeverisin politikanë shqiptar. Ne na qeverisin agent të Beogradit. Hidheni poshtë po desh zoti kryeministër dhe dilni të bëjmë debat. Ti trajtojmë gjërat. Është si them unë apo është si thoni ju? Populli do na jap të drejtë juve apo mua? Kujt do të jap të drejtë populli? Avokat, çfarë duhet të kishte bërë ndryshe në këtë ndeshje në organizim? Njerë nuk e pash ndeshjen sepse unë e dija rezultatin para se të bëhej. Pse e thoni që e dija? E dija. Po janë situr të Beogradi këta me të tëra, mos shpresoni ju që të luanin në djemë të tanë me atë pathos edhe me atë vrull që kanë në shpirt, jo, absolutisht jo. Nuk do të luanin ashtu, se nuk i lën të luajnë ashtu. Kështu që unë prandaj as ndeshjen e pash, as vajta, as ndoqa, as sepse thash, e dija rezultatin. Unë i di rezultatet e përballjeve tona me serbët. Topi edhe grekët. Topi mbetet gjithmonë në portën tonë, zotëri. Pardje pash një reportazh të atij zotnis, si e quajnë atë, që kishte vajtur në Këlqyr. Kanë bërë varreza grekët, kanë bërë çudo qefi grekët. Si u do qefi atyre? Nuk flet njeri për peshkëpinë, për vrasjen e 2 djemve tanë në peshkëpinë, në postën e peshkëpisë. Nuk ndihet drejtësia shqiptare, nuk ndihet pushteti shqiptar, nuk ndihet qeveritë shqiptare. Kush na qeveris? Jeni shqiptari ju që qeverisni apo jeni grek e sërbë, çfarë jeni ju? Po qëroni ore nga pushteti, ikni nga pushteti se nuk e meritoni të rini aty, por s'keni faj ju. Fajin e ka rinia shqiptare që e keni trullosur me hashash dhe me heroinë e me kokainë, e keni damlosur fare, nuk ka ndjenjë kombëtare fare absolutisht, nuk ndihet dhe ju bëni si u do qefi. Pjesën e aftë vitale të popullsisë shqiptare e keni degdisur jashtë shtetit duke i mohuar të drejtën e pronës dhe të punës. Pra ju po bëni atë që nuk e bën dot as romakët, as turqit, as grekët, as italianët, as dreqi me të binë, po e bëni ju. Dhe po e bë ka Ariu Rus nëpërmjet ati vllajt vogël që ka këtu në Ballkan, Sërbit, por na shkatërrojnë slavët zotëri. Nuk jam racist, nuk kam urrëti për popujt, por për ideologjinë dhe për politikën që ndjekin rusët dhe slavët në dëm të vendit tonë, patjetër që jam kundër. Dhe patjetër do luftoj aq sa kam mundësi, me gojë se s'kam që bëj. Armë s'kam, shok s'kam që të dalë të luftoj, dhe kundër kujt të luftoj. Kundër Edi Ramës edhe socialistëve, ata në vëllezërit tanë, si do që tjetë punë, në gjak janë shqiptar ata. Unë nuk i krasoj dot dhe nuk i barazoj me të huajt. Po unë them lironi vëndin djemve dhe vajzave shqiptare që janë me gen dhe me gjak shqiptar. Këtë të bëni ju. Ikni, lironi vëndin, të dalim zotë Shqipërisë. Avokat, një deklarat gati të fort ka bërë aktori Lart Vasili, ku është shprehur që ta e tij kur ishte e vogël ka vdekur si pasojë që i kanë marrë gjak. Në 74 po ta them unë. E dinim të tërë në Tiranë që kanë vdekur mbi 50-60 fëmijë u kanë marrë gjakun, edhe thoshin është lindi fëmia e vdekur se edhe nuk u jepnin fare. Dhe një nga ta fëmijë që ka vdekur në tetor të 74 është fëmia im. Lindi për bukuri djali, mbas 4 ditësh na thanë ka psuar tromboz. Pson tromboz një fëmijë 4 ditësh, 5 ditësh. Dhe kur e pasha ishte sterzi. Pra hequr gjakun komplet. Dhe kjo është bërë dhe gjakun e ka marrë diktatori. E pagoft atje ku ka vajtur, se do ta paguaj atje. Pra është histori e vërtet? Është histori e vërtet, në Tiranë e dinim të tërë. Por nuk mund të flisi, se ata, se krimi, kur është krim shtetëror, nuk lë gjurmë.
I fshin gjurmët, i ka të tërë ndorë që të fshin gjurmët. Ndërsa kur është krim ordiner, zbulohet me njerë, tjetër që këtu nuk duan të zbulojnë as krimet ordinere se janë të mbështetur nga shteti, bandat e organizuara. Banda me madhe organizuar është partia e punës komuniste socialiste demokratike e Shqipërisë. Këto janë dy bandat më të mëdha të organizuara kriminale në Shqipëri. Këto janë që të vrasin natën dhe të qajnë ditën, që zhdukin gjurmë dhe mohojnë gjithçka. Po krimi me fëmijët, me foshnjat të Tiranës është bërë, e dini ishte hapur domethënë. Thjesht që nuk mund të protestonim edhe nuk kishim mjetet e informacionit masiv që të protestonim, por e dinim të tërë. Po i merrin në maternitet apo? Që në maternitet. Ate që grupi mjekëve dhe infermierëve që mbuloni çdo gjë, dhe nuk u fliste dot se të ktheni krahët. Se trembeshin se u te koka. Po pse e merrshin gjakun? Për enverin. Kishte ndonjë Mbas infarktit atij i jep një gjak foshnjës me qëllim që t'i zgjatë jeta. Sado që u munduan, nuk e zgjatën dot jetën. Mbas 11 vjetësh u qërua në kjo botë. A ka raste, keni pas raste të tjera që keni folur me prindër të tjerë që ua kanë treguar një të histori? Në atë kohë po. Në atë kohë po. Kam biseduar në atë kohë edhe me infermierët e maternitetit që nuk jetojnë më tani, ishin dy zonja, që më thanë të vërtetën. Zaçe më thanë qepe, se zhdukesh. Po kjo bëjmë bashkëpunim me doktorët, me infermierët, Atje, vetëm sekret që nuk mund të bëj atje. Thjesht të tërë njerëzit që merrin pjesë në atë grup, qenë të tërë të betuar dhe të mbyllur gojën. Po ishte kur që erdhi nga të huajt që i thanin që mund të shpëtoje Enver Hoxha që bëri këtë gjë apo si? Si ishte kur, ishte merr gjak e gjak. Gjaku i foshnjave është super i pastër. Më i pastër s'ka ku shkon më. Dhe ata prandaj bënin atë punë. Po mjekët me infermierët ju kanë kërkuar llogari prindërin që kanë mësuar këtë gjë? Diagnoza që lindi i vdekur. Ose lindi me probleme në zemër. Vështire kanë mjekët të vënë diagnoza në vje tani. Je gazetar me moshë të pjekur tani dhe e di mirë se çka mundësi të bëj mjeku, prokurori, polici. Kur të duan, deformojnë dhe transformojnë ose prishin provat. E kanë ata në dorë. A ka dokumente të shkruar që vërtetojnë këtë ngjarje? Po të kishte dokumente të shkruar se kishim lënë pa i botuar e pa i hedhur, po s'kemi ku të gjejmë, se ata nuk linin gjurmë, ata thashë në fillim, nuk linin gjurmë në krimin që bënin. Pas 90-s jeni munduar të sqaronit diçka? Me kë? Te kush? Me mjekët, me... Po pse çfarë ndryshojmë pas 90-s? A nuk kanë ata në pushtet prap? S'ka ndryshuar gjë. Thjesht e lanë popullin, shko që bën. I hapër rrugën tikte dhe ikën, mos harrova pornin Vlora, mas e ke parë videon dhe foton. Ikën me mira njerëz, eksodi masiv. Dhe kush do fliste? Edhe ata që dinin ikën jashtë shtetit, kush e di nga janë degdisur, nuk guxoi njëri të fliste, s'mund të flasin. S'ke prova, kur s'ke prova, s'akuzon dot. Ka pasur ngjarje të ngjashme që kanë ndodhur në atë kohë, që janë mbajtur të fshehta? Janë mbajtur vrasje të fshehta sa të duash. Për shembull, unë do kujtoj deklaratën e Liri Belishovës për Nako Spiron. Për Nakon thanë vrau veten. Në fakt, nuk vrau veten, thoshte e ndjera Liri Belishova, e vranë, thot, dhe e lanë, e çuan në spital dhe nuk më lanë, thot, të atakoja, që ishte në agoni, mbi 50 minuta, do më gati 1 orë. Derisa ati i tërë gjaku dhe pastaj më lanë mua t'ja brenda, thot. Pra e lanë të vdiste. E thonë vetë, këta si them unë. Aludon ajo Vito Kapo, me shikojnë një intervistën që ka dhënë në media. Që thot, Hysniu, thot, e helmuar në vra. Se them unë, e thot Vito Kapo. Pra, ata kështu i kanë bërë. Një pjesë të vrasjeve i kanë bërë ditën për diell. Ata vranë Liri Gegën duke qenë shtatzan me fëmijë bashk.
Ata nuk pyesin, Enveri nuk pyese për pushtetin e tij. Dhe edhe këta një lloj, po këta si vrasin dot më tani, vetëm që bëjnë o i hedhin nga kati 5, bëjnë vetë vrasje nga kati 5, o vriten në aksident në gjuhë e tij, o rrëzot benci në qaf krab, i vrasin kështu tani. O vdesin nga duke bërë check-upin në Itali, vdesin, po prap i vrasin kundërshtarët. S'ka ndryshuar gjë, po ata janë. Avokat, a duhen hapur dosjet dhe ata që kanë bërë krime në kohën e komunizmit? Kush i hapi? Kush? Ata që kanë bërë krime të hapin dosjet, harroje. Janë fëmijët e tyre, nipërit e tyre. Ke akoma njerëz dhe persona, individ, që kanë bërë krime dhe janë në strukturat më sekrete të shtetit shqiptar. Nuk e lëshojnë pushtetin ata. Të lënë të flasësh, të bësh çfarë të duash, po kur vjen puna te bërtha më ngushtë, e shkurtër, më e mbledhur me njeshur, si thuash, më koncize, bëjnë listat e mbyllura. E thot, këta që janë listat e mbyllura, këta do e bëjnë deputet, ata s'flasin kurrë. Prandaj pushtetin këta e mbajnë me forcë, me dhunë dhe me demagogji, me mashtrim. Me mbështetjen e miqve tanë perëndimor, evropian, si puna e shokut Gonzato, si e ka ai LGBTQ-ja. Ai vjen këtu dhe udhëj dhe protestën e atë marshimin e LGBTQ-ve. Këtu jemi ka ta ndisur. Ka vdekur geni shqiptar, dellë shqiptar. Po ndiqja sot, kur më morët ju në telefon, po ndiqja një këngë të Brataj të Vlorës, që thot në Brataj Bori Ara, dhe thot Bimbashi, ku janë në rritur këta, thot, ku janë rrit këta gjërpëjnë, janë rrit në ata shkëmbëjnë, ku rritjet bredi parëj, se ishin mbledhur 300 djem për të shkuar në Nizam në kohën e Turkut, dhe Bimbashi la mendjen ku i kishin gjetur ata djem, ata lisa. S'ka më nga ata, s'kan lënë rënjë pas. Kanë vdekur shqiptarët e Mirfield, shqiptarët e vërtet, shqiptarët që udhimse të kjo tokë. Kanë bredhër të tërë tani pas fustanve, pas veturave, pas resorteve, pas qefeve, pas shthurjes, se shthurja është gjëja më e lehtë që mund të bëjë njeriu. Degradimi moral. Është kollajt fare. Morali është vështirë të mbahet sot. Dhe mirë ata që janë si puna ime që duan të jetë familja e shëndosh, të jetë atë dheu i shëndosh, të jetë Shqipëria e pastër nga të huajt. Ne jemi specie në zhdukje. Avokat, a keni shpresa që mund të rikthehen shqiptarët ta bëjnë Shqipërinë, ata që kanë ikur në Jo, kur, nuk do kthehen. Dhe mund pse nuk do kthehen. Nuk do kthehen se e pare punës ku do vinë, kush i pret. E dyta flasëm për këta se u bëhet thirrje shqiptarëve këtu në Shqipëri që të ngrihen. Ku të ngrihen? Të lënë vendin e punës? Ata po dolën në një protest, kanë mbaruar, si kthehen më njërin punë, u pritet buka. Me çfarë mbështetje do ngrihen? As ata që janë jashtë shtetit nuk prishin atë rehatin e tyre dhe mirëqenien e tyre të vinë të punojnë këtu për Edi Ramën edhe për oligarkët e gratacielave që po ndërtojnë tani. Ata janë fajtorë për një gjë, fajtorë pa dashje, pa faj. Sepse ata dërgojnë remitanca këtu dhe mbajnë këtë pushtet në këmbë. Për këtë janë fajtorë ata. Avokata, keni shpresa që kjo qeveri mund të bie dhe të dalë një forcë e re që mund të ndryshojë politikën dhe të jetë më, po themi, që të dojë më shumë Shqipërinë në gjitha aspektet? Jo, nuk kam shpresa. Ata që duan Shqipërinë dhe që janë adetarë dhe që duan që Shqipëria të përparojë dhe të bëhet zonjë, siç e ka ndëruar Sami Frashëri, që thotë lumë kush të rrojë ta shikojë zonjë, ata kanë vdekur, s'kanë lënë thash më pak më përpara. Për këngën e Bratajt, për Habin e Bimbashit, për djemt që vajtën për të vajtur ushtar. S'kanë lënë rënjë pas. Rënjë do të thotë pasardhës. S'kanë lënë, s'ke, ku i ke. I këshikoj, nuk ka cep të Shqipërisë që të mos ketë disko tër natën. Çfarë bëhet? Pse lejohen natën? A di pse lejohen natën? Dhe pse bëjnë natën? Që të mbullohet tregtia e heroinës dhe e kokainës, kaj edhe ashashit, kaj që thjeshtës,
Këto policia i di, shteti i di, i nxit vetë pushteti dhe i mbroj vetë policia e shtetit që aty të bëhet trafikimi i narkotikëve pa ndalim. Dhe që bëjnë në 100 veta, apo në 1000 veta kapin 1, 2 a 3 cironka të vogla, kështu që i zënë me nga 20 gram heroin, ashtu kokain mirë them, ose 2 cigare hashash dhe i marrin rasin burg. Edhe shikoni, kemi luftuar, kemi zbuluar krimin. Jo, zotëri. Krimi është në pushtet. Krimi është i organizuar në formën e partisë politike, në formën e parlamentit shqiptar, i mbushur plot me nga këta lloj kriminalësh. Nëse do ishte ushtria me detyrima, do ishte rinia pak më edukuar? Shumë më e mbledhur do të ishte, patjetër. Shumë më e mbledhur. Jo se nuk kanë hyrë sot dhe në ushtrit e botës, kanë hyrë narkotikët. Unë kam parasysh kur isha në Greqi që kapnin me 10 raste që kapnin ushtarë dhe oficerë grek që trafikonin kokain dhe heroin të ushtarët e tyre. Por do ishte më ndryshe. Do ishte shumë më ndryshe. Po të ishte një ushtri si ajo që kemi bërë ne me një garuzhe supe dhe me 200 gram buk, ashtu do bëheshin njerëz. Kurse tani këtyre s'u mungon asnjë. Çfarë u duhet e vjedhin, çfarë u duhet e grabisin, çfarë u duhet e rrëmbejnë, prindrit po s'kan që bëjnë, këtu kemi ka të ndisur. Duhet se s'bën, që të vendoset shërbimi detyrueshëm ushtarak. Por që të bëhet kjo, duhet armatoset Shqipëria. Të armatoset me avion, të armatoset me tanke, të armatoset me artilleri, me të gjitha çfarë duhet për të mbrojtur vendin. Po vendin nga kush do ta mbrosh? Se nga ata që do ta mbrojnë, ne ata i kemi që po na qeverisin. Do ta mbrosh nga serbi, ty serbi të lë të veshësh një bluzë. Të ndalon të veshësh një bluzë. Do ta mbrosh nga greku që të ka ngritur varezat e je akoma në gjendje lufte me të, dhe këta bastard politikanë shqiptarë s'kan thënë asnjë fjalë nuk kanë thënë për masakrat greke që nga 1857 edhe këtej. Që kur e harruan, nuk e thonë betejën e Lëkursit që erdhën të pushtonin Shqipërinë e Jugut ata hordhit greke. Nuk i thonë masakrat e 1914-s që vetëm në Ormorë kanë vrarë 217 burra. Nuk i thonë që kanë djegur komplet fshatin Panarit në Korçë dhe fshatrat e Kurveleshit shkrum. Nuk i thonë. Nuk i thonë këta, se këta po të thonë ato, ata u kthejnë kurrizit dhe ç'bëjnë, të hallen me shqiptarë të thonë, do vemi në Evropë neve, po ja, nuk na lë Greqia dhe që të na lë Greqia, duhet ta tolerojmë Greqinë neve, të bëjnë sa varreza këtu, të bëjnë sa lapidar atje, dhe për memorialin e Hormovës, për turp të tyre, për pislëk të tyre, nuk e lejojnë të ngrihet. Nuk e lejoj ai kejfliu i bashkisë Pepelen, Tërmet Peçi, me mbrojtjen dhe me drejtimin e ministres Kumbaro, kur ishte ministre e kulturës, që thotë që na solli justifikimin mua dhe me çan zota ish luftari i UÇK-s, që nuk mund ta lëm të ngrihet memoriali atje se është tokë buke. Turpi bocë, atje është kodër dhe ka vetëm Elqinja. Këta janë që na qeverisin. Ndaj shpërthen Zaçja, po s'kan vesh të më dëgjojnë. Avokat, në një nga banderolat që u shfaq ditën e djeshme në tek piramida ishte shkruar që hasmi i vjetër nuk bëhet mik i ri. As bëhet fjalë fare. Lum ata që kanë shkruar lum të dora, po ku janë? Ku janë, more? Ku janë të dalim në rrugë? Ku janë? Sepse ne pikërisht hasmin e vjetër kemi bërë mik të ri. Dhe kam parasysh, se gjej dot tani, përqafimin e turpshëm të pis të pështir, Rama dhe Vučić e përqafon një hedh dorën dhe thot nëna, vrasës i djalit më ka ardhur në votër, thot Vučići. E kanë thënë pasër fare. Ku janë? Ku janë, more, djemtë dhe burrat e Shqipërisë? Ku janë? Si ore lejohet që të bëhet që do kefi Vučićit këtu, që do kefi ati Mitsotakit? Ku si lejojnë? S'po ndihet njeri. Kështu për të folur në një në për mikrofona, të parët jemi. Edhe pse jemi shumë pak, po prap dalim. Ndërsa në realitet, askush nuk del t'i thotë Edi Ramës, hajde këtu ti, zotëri,
Qa miqësie të lidhë me Vučićin? Urdhri që ke marrë që në 41-shin që të krijoj si forcë politike Dušan Mugosha me Miladin Popovicin, atë politike duke vazhduar? Se ju nuk e dini, zotë gazetarë, që deri në vitin 48 në Shqipëri nuk lejoj të flisje as për pavarësinë, as për Ismail Qemalin. As kush nuk flet sot për Ismail Qemalin. As një figurë politike ose parapolitike, kështu mediatike, nuk flasin për Ismail Qemalin. Fare, hiç se nuk i lejon Beogradi, nuk i lejon dhe Jorgu aposhtë, Jorgu do me thënë Greqia. Këtu jemi ka ta ndisur. Më hap tema ti që duhet një natë shëndreu të diskutojmë, zoti gazetar. Avokat, shumë faleminderit për intervistë. Edhe unë faleminderit për ftesën.